Kryeministri Mickovski dhe lideri i opozitës, Filipçi, u pajtuan se është mirë që ka dërguar mesazh për bashkim pas takimit të tyre të djeshëm. Qëllimi ishte që për temat kyçe të jenë në të njëjtën linjë, ndërsa Mickovski tha se është i gatshëm edhe për takime tjera. Очекувам и други опозицијски партии, доколку побараат средба, исто тоа да им го образложам и предложам, и кога станува збор за клучните прашања да бидеме сите ние обединети и да изградиме консензус. Ние понатаму ќе бидеме политички различни. Меѓутоа, кога станува збор за државата, мора да седиме сите заедно и ги решаваме проблемите. Filipçi demantoi se qëllimi ishte formimi i koalicionit monoetnik, ndërsa si argument e shfrytëzoi deklaratën e Arben Taravarit. Ја повикав средбата за претседателите на сите политички партии, еден од претседателите на една албанска партија да ги потсетам, каже дека тоа би било губење време. А сега не обвинува за некаква моноетничка средба. Megjithatë, nga BDI dyshojnë. A është kjo një përpjekje për të ndërtuar një hierarki të re politike mbi bazë etnike, ku shqiptarët përjashtohen nga proceset thelbësore të vendimarrjes? Dhe në fund, a janë konsultuar fare partisë shqiptare të përzgjedhura nga kryeministri për këtë takim? Ministri Taravari sot doli në publik, por nuk deshi të përgjigjet pyetjeve politike, nga koalicioni Vlen paraprakisht theksuan se nuk ka plane as publike as së fshehta për largimin e shqiptarëve nga çfarëdo niveli i pushtetit.